Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4, do të kemi komunikimin e drejt për drejt me Marcel Rupin nga terreni, i cili sot motin nuk ka mundur ta rregulloj dot, po jam i sigurt që humorin do të na rregulloj. Marcel, mirëmëngjes. Asaj qeshur. Mirëmëngjes Klev, mirëmëngjes gjithë shqiptarët që na ndjekin çdo mëngjes, edhe sigurisht që çdo mëngjes jemi në shtëpitë e tyre në këtë formë ndryshe. Sot është një ditë me shi, të gjithë e dinë, Tirana zakonisht është e ngarkuar për sa i përket pjesës së trafikut, por kur ka shi ngarkohet edhe më shumë. Prandaj unë doja të pyesja të gjithë njerëzit të cilët kalojnë në shesh se sa e ngarkuar, se sa ndihet kjo ngarkesë, duke ditur që tashmë janë hequr dhe monopatinat, që ishte një farë zgjidhje për një pjesë të mirë të shoqërisë për të shmangur trafikun edhe shpenzimet. Tashmë janë shtuar të dyja, edhe trafiku dhe shpenzimet, pasi rrugët janë të mbushura me automjete më të shumta, të cilët janë të detyrueshme për të marrë një automjet për të shkuar në punë, meqense nuk lejon monopatinat, kanë filluar qarkullimin e tyre makina më të shumta. Po vjen një zotëri që unë do doja ta pyesja nëse e kanë ndier si shqetësim. Mirëmëngjes, si jeni? Një pyetje, kjo dita me shia e ngarkon dhe më shumë trafikun e Tiranës, a ndihet një trafik më i rënduar? Normalisht në ditët me shi është më ndryshe sepse një ditë e zakonshme kur është e qetë apo kur është me diell, sepse mendoj që të gjithë njerëzit, qoftë familjarë, qoftë edhe njerëz të thjeshtë, mendoj që mundojnë të lëvizin të gjithë me mjete, me urbane, me makinat e veta, dhe normalisht dita me shi është shumë herë më e ngarkuar. Nga që hoqën dhe këto monopatinat që ishin një farë zgjidhje në kuptimin e trafikut, tani janë shtuar makinat më shumë në rrugë. Nuk, shiko, kjo është logjike tani, se në qoftë se një familje, burrë e grua, ka dhe 2 fëmijë brenda, besoj do t'i çojnë në dyert e shkollave, dyert e kopsheve, do t'i çojnë me makina, se s'ke, prandaj edhe me dhe ngarkohet trafiku, po ne jemi bre si kemi vuajt, që do vuajmë akoma, nuk e dim ku e kemi fundin, kështu kemi lindur, ç'a të bëjmë tani. Shumë faleminderit. Sa të mbaroj jo punë, kemi punë edhe. Qofshim mirë. Faleminderit, ditë të mbar. Shumë i këndshëm zotëria. Zotëri i cili e shikon edhe si si ndasi breza, në fakt trafiku nuk pyet për moshë, nuk pyet për breza, nuk pyet për gjini. Jo, e kishte ndoshta që nga që po lëvizte me këmbë vet janë mësuar duke vuajtur, në kuptimin që kanë bërë distanca më të mëdha, shumë më të mëdha më herët me këmbë për mungesë transporti me makina qymyri, kush ishte pranë qyteteve të minierave apo me lloj-lloj makinash rasti që mund kishte atëherë, kamionësh, transporti. Mirë, po Marcel. Po, besoj që kjo është. Do të përpiqem të marr një tjetër prenoncim, në fakt ne e dim që kur bëhet fjalë për të rinjt është pak më vështirë për të prenoncuar, por do të kemi një zotëri i cili ndoshta mund të jetë bëhet fjalë për të njëjtat breza, nuk e di nëse do të na përgjigjet. Mirëmëngjesi, mund t'ju bëj vetëm një pyetje. A e ndjeni këtë rëndesën e trafikut me këtë ditë shiu? Ka, rëndohet, pastaj. Se tani janë hequr këto monopatinat dhe janë shtuar më shumë automjetet për shkuar në punë. Sa u këtu. Një orë për të ardhur deri këtu dhe sa rrugë tjetër keni? Apo po thysa rritet? Faleminderit. Shumë mund të pyesin që ç'lidhje ka me që zotëria ishte në këmbë, por patjetër që ka përdor autobusët, transportin urban, dhe kjo e ka vënuar edhe më shumë ardhje në deri këtu, sepse sigurisht shtimi i automjeteve në këtë ditë shiu do të jetë një problem. Po ti pikas, kush ka vuajtur në trafik, ti pikas, ke një detektiv. Një pyetje, ndjeni këtë trafikun në rrugë për sa i përket ditë me shi, a ka më shumë trafik? Ka të duhet. Si rrohet hiç. Okej. Mirëmëngjesi. Një pyetje, këto ditë me shi, a e shtojnë dhe më shumë trafikun e Tiranës, dhe zakonisht Tirana është qytet me trafik të rënduar, apo jo? Është me trafik të rënduar, po ashtu vjen dimri i ka këta gjëna. Janë pasojë e dimri i ka. Heqja e këtyre monopatinave që ishte një farë zgjidhje, ndoshta dhe e rëndoi më shumë trafikun? Dolën më shumë automjete në rrugë, pra. Po, që vërtet e rëndojnë. Sa po tash do t'i përballojmë me faj mënyre, se s'ka që i bën. Nuk o si dush, po si t'vjeri. Kështu t'vjen, kështu do jetojnë. Shumë faleminderit. Mirë pafshim, kalofshim mirë. Kjo është një zgjidhje që vendosur qytetari, thotë do t'i marrim gjërat si t'na vinë dhe do t'i përballojmë. Marcel, me çadër të ecka shumë. Është një brez i cili ka vuajtur. Po, më fal se ndërpreva. Ka
Jo, s'ka problem. Ka vuajtur edhe më shumë si brez edhe ndonjëherë këto i duken vështirësi jo aq shumë të mëdhaja. Kalimtare. Pavarësisht se ndihet që në mëngjes që të gjithë dalin një orë më herët nga frika e trafikut, sepse mund mos arrin dot në kohë në punë dhe ky stres i krijuar ndoshta është ngarkesë më e madhe se sa thjesht një lodhje fizike që mund të kemi. Do të përpiqem për të marrë ndoshta një të ri, megjithëse nuk besoj që do të kemi mundësinë. Mirëmëngjes, një pyetje. Mirëmëngjesi, është i rënduar trafiku për sa i përket ditëve me shi? Mirëmëngjesi, është i ngarkuar trafiku sot? Okej, përgjithsisht do të kemi një zotëri të cilë ndoshta na përgjigjet. Mirëmëngjesi, një pyetje, a ndihet i ngarkuar trafiku në Tiranë edhe për ditës me shi? Nuk e kemi parë, nuk kam lëvizur rrugëve. Ti qëndëm në këmbë? Okej, edhe kjo është një zgjidhje për qytetarët, po kjo është për distanca të vogla, sepse kur bëhet fjalë për distanca të mëdha, jo vetëm janë të lodhshme, por janë edhe të pamundura. Ndërkohë Tirana tashmë është goxha është shumë e madhe dhe pjesa më e madhe e tyre duhet ta përdorin transportin urban ose automjetet e tyre personale dhe Po pyeti pak Marcel. Ndihet më shumë. Kë shohin si zgjidhje më mirë, domethënë mjetet personale, a zgjedhin autobusin, transportin urban? Po, do të përpiqem të marrë një prononcim tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, me trafik të rënduar, zgjidhni transportin urban? Një pyetje. Transporti urban nuk është zgjidhje. Nuk është zgjidhje të vonon? Të vonon, nuk vjen orare. Faleminderit, ditë të mbarë. Marcel, po si të ndalokan sot, të ndalokan njerëzit sot, Marcel? Nuk e di, është çadra jote apo je ti? Po i dhim se më klep, se thonë ka dalë në shik, shu, hajtë të t'i përgjigjemi të paktën. Se herë të tja jemi shmangë. Të kuptojnë shqiptarët, të kuptojnë hallet. Shumë e drejt. Të kuptojnë hallet. Do të përpiqemi marrë një tjetër prononcim, do të shohim mirëmëngjesi, përshëndetje, edhe një pyetje, a është zgjidhje transporti urban me këtë ditë shiu? Faleminderit ju. Faleminderit ju. Disa kanë me nxitim, disa kanë problem të dalin para kamerave, është çështje natyre, i mirë kuptojmë qytetarët patjetër, dhe të përpiqemi ata të cilët ka dhe njerëz që kanë me shumë dëshirë dhe me shumë qef kamerën, por duhet të kesh me fat për të marrë njerëz të tillë. Do të përpiqemi të marrë një tjetër prononcim, megjithëse janë pak me nxitim. Ne i morëm sot qasjet e qytetarëve, Marcel, kështu që jemi shumë të kënaqur, madje sot ke gjetur edhe personazhe shumë interesant. Fjala që tha zotëria më herët, që si të vjerë, nuk është se zgjedhim neve, shumë e bukur dhe edhe të tjerët ishin shumë interesant, po jetë ti njëherë s'pari interesant, pa janë ata. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, Marcel. Luftarak në jetë dhe prandaj me sa duket i bëjnë këto gjëra. Faleminderit shumë, Marcel. Dhe dëgjohemi përsëri. Përshëndes, shihemi bashkë sërish të hënën, ndërkohë kjo ishte gjithçka e përgatitur për koha për të zgjuar për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër.